Dhe ka gjithashtu në Sunenin e Abi Dawudit dhe Imam Tirmidhiut dhe gjithashtu edhe Imam Nesaiut nga Anas ibn Malik radhiyallahu an, thotë se e ka dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thënë: "Men qala", pra kush thot kur del prej shtëpisë së tij, "Bismillah, bismillah, tawakkaltu ala Allah, wala hawla wala quwwata illa billah", yuqalu lahu hudita wa kufita wa uqita. Kush del prej shtëpisë dhe thot "Bismillah, tawakkaltu ala Allah", jam mbështet te Allahu, la hawla wala quwwata illa billah. Çka do të thonë la hawla wala quwwata illa billah? S'në lëvizje, s'ka lëvizje, s'ka takat dikush përveç nëse Allah i jep takat. Kush i thot që to, i thuhet atina, je udhëzuar, je mjaftuar dhe je mbrojtur. Je udhëzu, je mjaftu dhe je mbrojtur. I thot shejtanit tjetër, çysh më ja bë me këtë njeri? Edhe është udhëzu, edhe është mjaftu, edhe e ruajn. Qysh me kap këtë njeri kur me laçet, me izën e Allahu xhelel xhelalu, edhe e udhzojnë, edhe i mjaftojnë bën risk, edhe s'lajnë me prek. Sa njëri ozër del pi shtëpie, haron me thon bismillah, tawakkaltu ala Allah, mbështetet te muskujt e vet. Mbështetet thot, edhe ekipa i prej kom, sa i kam që të kom, la hawla wala quwwata, sa i kam që të kom. Shmenon ti sa i ki që të kom. E ku çlojnë? E kur s'punojnë? Sa njerëz që janë mohues ndaj nimeteve të Zotit xhelel xhelalu. Sa ti kam çto durrë nëse kam gale. Sa ta kam çket dyqan, mira puna. Si mendoj njerëz që me mohu begatinë e Zotit xhelel. Kush ta ka çu dyqanin? Kush i ka çu durrt? Kush i ka çu kamt? Kush i çarkullon gjakin? Apo, për këtë arsye që ka thënë pejgamberi alayhis salam, kush e thot këtë dua, edhe kush i thot këtë lutje, e mbron Allahu, e udhzon Allahu dhe e mjafton, bën që të mjaftohet me rrezikun e tij.